Greva e mësuesve ka vazhduar edhe sot pothuajse në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Shkup. Nën kryetari i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës Ilirian Çavolli thot se presionet e autoriteteve për të penguar grevën janë të mëdha. Ai tha se shkolla fillore ku ai jep mësim numëron 72 anëtar të sindikatës prej gjithsej 100 mësuesve, të cilët pa dëshirën e tyre po mbajnë orët e mësimit. Çavolli tha se dëshmi për presionet e mëdha në këtë shkollë ishte edhe prania e këshilltarit të Ministrisë së Arsimit Safet Neziri, i cili bashkë me inspektorin e arsimit të komunës së Gazibabës i kanë dhënë instruksione drejtorit se çfarë presione të ushtrojë. Moskënaësia vjen për shkak të sjelljes të themi që më befasoj se vetë Safet Neziri, domethënë zëvendës ministri është ish nxënës jem. E drejtori është ish nxënës jem, domethënë unë kam harxhu energji me respekt ndaj të dyve. I kam mbyll zyret, domethënë zyret por lokalet ndihmëse, domethënë me çelë se kam mbyll që nuk na lejon domethënë asnjë kafe të pimë. Kur e pash edhe toaleti ishte mbyllur i burrave, nonsens, nuk e marr mesh. Breti, Hirohito. Hapta se ka thënë, domethënë të gjithë më përkulen, kështu është, por nuk lejoj arsimtari, mësuesi të përkulet, se ai më ka pru ku jam tash. Ndërkaq në një pjesë të shkollave, Ministria e Arsimit ka nisur tashmë zëvendësues të mësuesve që prej 2 ditësh janë në grevë. Një prej këtyre shkollave ku mësuesit po zëvendësohen është edhe shkolla fillore Kristian Todorovski Karposh. 3 mësues zëvendësues erdhën këtë mëngjes. Ndërkohë Alsat sot vizitoi edhe disa shkolla të komunës së Sarajit, të cilat dukeshin të ishin solidarizuar me grevën e Sashkut. Është e vërteta se nuk është ashtu se siç është prap lajmi i djeshëm se nuk ka grevë në Saraj. Pra kjo tregon numri i arsimtarëve që grevojnë, ja që janë gjithë në numër tu, që edhe pas dite po ashtu vazhdon, se këtu ka grevë edhe greva është e përgjithshme. Dikun te 120 arsimtarë, të cilët gjithë janë në grevë, edhe në shkollat periferike edhe këtu në këtë qendrore. Në komunën e Haraçinës të gjitha shkollat janë gjithashtu në grevë. Ata thonë se kërkesat e Sashkut janë legjitime dhe do t'i përkrahin deri në fund. Ne si kolektiv pranë kësaj shkolle përkrahim grevën dhe qëndrojmë pas atyre kërkesave që i ka parashtruar Sashku për me plotësu Ministria e Arsimit. Jemi përafërsisht 130 arsimtar dhe përkrahim 100% grevën. Janë 6 kërkesa, tërheqja e testimit ekstern, e cila është e panevojshme të bëhet. Mendimi im është sepse suksesin nuk mund Ministria ta caktojë nëpërmes një testimi ku ato pyetjet kanë qenë totalisht dështume. Kolektivi jonë është 100% në grevë, për dështim nuk ma merr mendja se ka dështu, ato janë manipulimet të cilat mund të organizojnë strukturat e ndryshme. Në kryeqytet, në shumë shkolla fillore dhe të mesme mund të vërrehen korridore dhe klasa të zbrazura, si dhe parulla në të cilat shkruan grevë. Mësuesit edhe sot u paraqiten në për vendet e tyre të punës, por orë mësimi nuk mbajtën. Një javë para nisjes së grevës së Sashkut, në një konferencë për shtyp, dolën disa mësues kundër grevist, të cilët thanë se qëllimi i bojkotit është personal i kreut të sindikatës për të fituar një mandat të ri në krye të saj. Nga sindikata thanë se ata janë njerëz të afërt të pushtetit.